Havares da kanë me konë që kanë me... Po ka në hadith pejgamberi sa më ka thonë që havarisht gjithmonë do të vazhdojnë me dalë ata. Gjithmonë do të vazhdojnë me dalë edhe derisa deltat grupi i fundit tyre me Dejjalin. Se mashtruhen ata, janë njerëz të dunjas, njerëz të epsheve, njerëz që kanë qëllim dunjan. Edhe mashtruhen let mashtruhen ata. Për shta isha shamull sa let mashtruhen pej shërbimeve të ndryshme informative, ishtim shamull mesin e tyne një shpion, edhe ai i nxit me bë vepra ndryshme, pse mashtruhen let. Vjen që mashtruhen let. Sa kanë mashtruar ata edhe pe Dejjalit, se Dejjali ka me pas forcë të madhe, ka me pas pushtet të madh. Edhe mashtruhen masina, pse se e dojnë dunjan ka me pas ai me veti. Edhe pse e shkruajnë aty që ka Po, edhe për kundër kësaj e pasojnë. Për kundër kësaj e pasojnë. Shkon hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse mashtruhen let, që e qëllimi ata. Mashtruhen let. Sa s'bën më çudit, për shembull kur nin që në mesin e tyre ka shpiuna, në mesin e tyre ka kështu, mesin e tyre. Pse? Sepse mashtruhen let. Let është më mashtruar. Veç qëllimi veç bëni qafira mos e bëni qafira, sa ma i shtir ky, sa ma se tani po ndodh. A kështu kur ti po janë tamam të dëmë. Një që është mashtruan ata të cilët janë si vllazni ty në menhej. Mirë po jo, do thotë në tekfir muslimanëve, po në tebdir muslimanëve, nxirren e musliman pe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata që i bojnë tebdir këtë muslimanët që veç thot ata që kanë pasi mendimin sikur ata janë sunnet, të tjerë janë devijuar krejt, edhe njerëz që pa dije, pa kurrë pa baza i nxjerrin njerëz pe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këta janë vllaznit havarizhve ata. Këta janë vllaznit havarizhve edhe kanë veprime të shumë të ngjashme me ta. Kanë akiden e saktë havarizh. Havarizh çfarë vllajën? Havarizh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumicën e akides e kanë pas sakt. Mirë po, kanë deviju në disa pika të akides. Por kundër asaj që shumicën e akides e kanë pas vërtet, po kanë deviju në disa pika, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar mu vrah ata. Ka thonë la in adraktum la aqtulannahum qatla ad. Ka thonë se imri ata kom i vrah, çysh është vrah populli i Adit. Shka thonë Allah për ta, hal tara lahum min baqiya, a ka me dikush prej tyne? Kërkush. Edhe Aliu radhiyallahu anhu kur i ka luftu, këti ka vrarë, përveç një 10 që kanë pështu prej tyne. Ata mujnë me pasë për shembull në esma sifat, në besim plot në pajtim me Kur'anin, së mirë po, çka devijojnë senin e nxjerrës muslimanëve pe fesë të Allahut subhanahu wa taala. Asaj që e lirojnë gjakun e muslimanit. Letëm për ta mi vrarë muslimanët. I vrarë muslimanët, se kanë probleme me vrarë muslimanët. Kënaqen kur rritën muslimanët. I shet që veprimet e tyre thotë janë çuditshme se si e shijojnë gjakun e muslimanit. Nëse dikush i ka pa videot videot e Daeshit, ISIS-it kur u kanë në vlugën e tina, videot e ekzekutimeve, sene që i kanë bate ti çuditësh se çush kënaqen ata ty torturu musliman, ty prej musliman. Çuditësh. Çfarë? Dallon suari këtu ju me kallosa. Allahu musta'an. Allahu na rrit.